Für mich hat der Tag heute um 3 Uhr angefangen, denn es war Bühnenzeit. Ich war zum Eid-Gebet im Emstetten eingeladen. Ftoj në skenë një djalosh I cili në njërën prej tribunave tona që e kemi mbajt, lexoi Kur'an para jush. Ai pak para se të falë namazin sabahut drejtua drejt imamit të xhamis Ikra. Unë përbes nuk e njofta, po kur më tha, unë jam e dini atë më kujtua se ai është e dini vogël që gjatë më men. E dini ta ka thënë po rritet. Ai sot erdhi special nga Mönchengladbach në qytetin e Emstetës për të lexuar Kur'an, edhe atë surën e mëshirës, surën Rahman. Ftoj e dinin që të del në skenë përpara për të na lexuar Kur'an. Ja e dini vogël. Shini po përgatitet për të lexuar Kur'an. U bëv prej hafizave të Kur'anit. Unë po, ju lutem do të thotë për qetësi, ja dhe plaku I xhamis po jep sinjal se po bëhet të dhëtë gjurë, Allahu I strefi, stref Ramovici, kështu që po ta plotësojmë dëshirën Allah, e kemi vend, duhet të kemi qetësi pra, edhe të mbajmë rend, vazhdojmë me dinin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Mashallah. Atëherë e dini lexoj surën Rahman, ka një zot bukur, do të jetë edhe më I bukur me kalimin e kohës. U bësh hafiz o djalë. U bësh për të njoftë jo Europa, po bota me stilin e leximit të Kur'anit Kerimit. Mos harroni se nga vendet tona dhe trojet etnike sot kemi hafiz të dalluar dhe shejkura që bota arabe dhe islame I njeh si lexues të famshëm të botës.